Legjendat janë të shumta që flasin për vallën e famshme, për përjardhjen e përemrin e saj. Në Çamëri edhe sot e kësaj dite, vazhdon që të tregohet një legjendë, legjenda e vallet së burrave të Konispolit, që u quajt më vonë Vadhja e Osman Takës. Fisi i Takajve ishte me origjinë nga Skrapari. Pas rënies së murtaris në zonën e Konispolit dhe fashitjes së njerëzve në krahin, fisi u shpërngul aty. Aty ka lindur dhe Osman Taka, një djalë me trup elegant, i pashëm dhe burrëror, përfaqësues tipik i familjes aristokrate. Historia zhvillohet gjatë kohës së pushtimit të perandorisë osmane. Konispoli në atë kohë ka qenë qendër administrative, e cila kontrollohej nga ana ushtarake Karakolli i qafës botës, që ndodhej në kufi me Sajdën. Thonë më mirë posta kufitare turke, e cila ruante rendin si në Konispol, edhe në Filat. Kjo trup komandohej nga komanda ushtarake turke në Janin. Trupa e Karakollit turk, një oficer dhe 5 ushtar, falte xhuman një herë në xhamin e Konispolit dhe një herë tjetër në xhamin e Filatit. Këtu nisi dhe rrugëtimi i tregimit të mrekullueshëm të Osman Takës. Një oficer osman i shoqëruar nga 5 gra sapo kishte falur xhuman dhe teksa po kthehej ndesh në rrugë 2 gra. Ato të premten grat ishin të veshura mirë e me fytyrë të mbuluar sipas traditës. Këto 2 gra ishte gruaja dhe motra e Osman Takës, të cilat kishin marrë rrugën nga Shehati për në Cucat për një vizitë. I pari komandant turk u zuri rrugën grave dhe u çoi shamin dhe u pa fytyrën, duke thënë se sa të bukura ishin, mashallah. Si të zënë në faj gratë largohen që aty, se ka që mbaruan sebepi në mudhenj dhe u kthyen në shtëpi, të turpëruara nga ngjarja që sipas zakonit quhet turp, që të shikoj fytyra e femrës nga burrat të huaj që nuk janë të familjes së saj ose që nuk është bashkëshorti. Menjëherë motra i thot Osmanit që trupat ushtarak turk që falën të xhuman ja kishin zbuluar fytyrën. Për këtë turp Osmani duhet të merrte hak. Ai mblodhi burrat e koda e madhe e Takajve dhe u mor vendimi. Komandanti me gjithë ushtarët do të ruheshin me kujdes dhe kur kanë rradhën për të falur në xhamin e Konispolit, do të vritejnë. U tha u bë, u ruajt rradha. Trupa u fal në Filat dhe i erdhi rradha për në Konispol. Osman Taka me 4 trima Konispoliat i zun pusi me ull të 3 trupës që vinte nga Karakolli turk. Komandanti dhe 4 ushtarët e tij u vran, kurse njëri nga ushtarët u la i gjatë nga Osmani për të çuar porosi komandantin të Janinës. Trimi i tha: "Po të lë gjallë ti tregosh komandantit të në Janin se kush jam unë dhe se nuk ka ushtar dhe oficer të prekin gruan Konispole." Çoi selam nga Osman Taka i Konispolit. Pasi u mor porosia në Janin, Osman Taka u shpall në kërkim. Për kapjen e Osmanit, Veliu i Janinës me ferman nga porta e lartë jep 5.000 Napoleon Floriri dhe Osman Taka u arratis, po për disa muaj qëndroi në përfshatrat e vendeve të ndryshme të Çamërisë. Vazhdoi kështu derisa ra në derën e një miku tradhëtar. Nasho Gërxhua ishte një çoban i njohur i cili kishte 3 djem. Nashua pasi mirëpriti në konak Osmanin me shokët, u dha mish dhe raki. I deu dhe pasi u sigurua se janë në gjumë, u nis për të Karakolli Osmani qap botës që të spiononte dhe të fitonte 5.000 Napoleon. Në fund pasi u mbaruan fishekët, Osman Takën dhe 3 trimat e tjerë i kapën të gjallë dhe i çuan në burgun e Janinës. Pas një muaji, gjykata e Janinës i dënon me vdekje dhe varje në litar. Lajmi u përhap në të gjithë qytetin dhe më gjerë. Ekzekutimi do të ndiqej vetë nga Veliu i Janinës, Hasan Beu me të shoqen. Kryerjen e ekzaminimit do ta bënte Kadiu Mexhit Bey, i cili më parë i pyeti të dënuarit se cila ishte kërkesa e tyre e fundit. Osman Taka i tha: "Kërkesa ime e fundit në këtë botë është e çuditshme. Dua një sufra dhe sazet të Filatit të Konispolit për të kërcyer një valle që ne i quajmë Vadhja e burrave të Konispolit. Dua orkestrën e Brahos Salametit." Kërkesa u plotësua, melodia e sazeve filloi, e rradhë e bukur. Qishte të shikoj Osmanin një vallëtar elegant me pamje të rradhë, burr që kërcente aq bukur, saqë Hasan Bey me gruan e tij Xhemile u çua në këmbë. Ajo tha: "Po ky është rap, nuk kam parë burr si ky, i hishëm, trim dhe elegant. Nuk kam lënë vend të perandorisë pa shkelur dhe nuk kam parë të tillë diell, të tillë artist." Xhemile ju drejtua Mexhit Beut: "Gjuna të varet ky njeri dhe këta burra. Unë do të ndryshoj Femanin në portën e lartë dhe unë gjit në podiumin e varjes dhe kërkoj Vadhja të luaj përsëri, ku Osmani e kërceu më me krenari." Kështu një valle që dikur quhej Vadhja e burrave të Konispolit i shpëtoi jetën një njeriu, emrin e të cilit e mban edhe sot, Vadhja e Osman Takës.